Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka hapur zyrtarisht fushatën elektorale me një miting në sheshin Nën Tereza këtë të premte. Në fjalën e tij, Sali Berisha akuzoi Ramën se deshi ta zgjësoj opozitën, por nuk ja doli, pasi ajo sot është më e fortë. U përpoq me çdo mënyrë, me arrestime, me korrupsion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Nga sheshi Nën Tereza, Berisha pati një përgjigje dhe për akuzat e Ramës për moshën e tij. Për sa i përket moshës, ju garantoj që ai ngjet jo me gramozin, por me gjyshin e Gramozuçit. Këtë betejë tha se nuk e bën për vete, as për përfitime personale, por për të rrëzuar atë që e quajti një diktaturë të re. Ashtu si të përmbysën diktaturën e baballarëve tu, të ndërtojmë tani Shqipërinë madhështore, Shqipërinë më të bukur që shqiptarët kanë patur tërë historinë e tyre. Kryedemokrati i paralajmëroi Ramën që të mos tentojë të manipulojë votat. Dhe unë i them Edi Ramës, mos prek votin, se në mënyrë absolute mbi tokë vend nuk do kesh. I pranishëm në hapjen e fushatës ishte edhe Kris Lasivita, që duke bërë një bilans të dështimeve të Ramës në këto vite, u kërkoi shqiptarëve të votojnë Partinë Demokratike. Në 2024 në SBA socialistët u përpoqën të burgosin Trump, por dështuan. Në 2025 socialistët duan të burgosin të gjithë opozitën e tyre do të dështojnë. Përse? Sepse nuk kanë çfarë të thonë për dështimet e 12 viteve, për krimet dhe drogën për 1 milion shqiptarë të larguar. Janë 12 vjet dështim ekonomik, po përse të votoni për ata? Votoni për Sali Berishën, votoni për të ardhmen tuaj. Pjesëmarrës në hapjen e fushatës ishin edhe 3 fëmijët e presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili garon në këto zgjedhje nga paraburgimi në listën e hapur për Tiranën.